po të marrim në konsiderat këto dy kategori, pra tantrumet dhe meltdown, kanë ndryshim nga njëra tjetra, ato mundet të jenë në formë pak a shumë të njëjtë, pa që do të thotë pamja e sjelljeve që në cilat angazhohet fëmia mund të jetë e njëjtë, pra me të shtrira, me të qara të bërtitura, por funksioni është i ndryshëm. Në fakt çdo sjellje ka një formë dhe ka një funksion. Dhe në përgjithësi ne fokusohemi tek këto dy, po themi, pjesët, ndërkohë që ne ndryshojmë formën e sjelljes, por nuk ndryshojmë funksionin e sjelljes. Kështu që për të bërë dhe diferencën midis të dyjave, ne do shikojmë si formën edhe funksionin. Tantrumet janë më shumë shpërthime sjellore. Kanë një qëllim të caktuar, bëhen zakonisht fëmia në këtë rast kërkon të marrë diçka, ndërkohë që meltdown janë më shumë shpërthime emocionale, ndjesore dhe vijnë nga mbi ngarkesa sensoriale.